Ju përshëndes të gjithëve, mirëseardhët në Ballkan Update. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. Kryeministri Edi Rama vizitoi Hashim Thaqin në burgun e Hagës. Rrugës për atje ai uroi që vitin e ardhshëm gjykata e Hagës të jap vendimin e pafajësisë për Hashim Thaqin dhe për 3 ish-krerët e tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pas takimit me Thaqin, Rama i quajti burgosjen e tij në dhomat speciale pa drejtësi ulëritse në zemër të Europës demokratike. Nga Brukseli, ku edhe njerë u theksua se ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian, kryeministri Rama vizitoi paraburgimin e dhomave të specializuara të Kosovës në Hag, atje ku qëndron prej 5 vitesh ish-presidenti Hashim Thaçi. Rama shkrua në rrjetet e tij sociale pas vizitës se i gjeti komandantin në formë të qetet buzëqeshur, si çdo i pafajshëm me karakter të hekurt. Për Ramën, ajo që po ndodh në Hag është një padrejtësi ulëritse në zemër të Europës, ndërsa uron që vitin e ardhshëm ky teatër absurd të përfundojë. Tani që ka mbaruar ekspozeja e pseudoprovave të akuzës dhe që ka mbaruar edhe parada e dëshmitarëve qesharak të sjell në sallën e drejtësisë ndërkombëtare nga akuza, si dhe kanë mbaruar edhe dëshmitë tejet serioze të dëshmitarëve të mbrojtjes, pritet vendimi. Uroj, shpresoj, lutem që viti i ardhshëm të jetë viti i mbylljes së perdes së këtij teatri absurd. Kryeministri i Shqipërisë beson se në fund e drejta do të fitojë në këtë proces të ngritur mbi gjakun e një populli që luftoi për liri. Kjo është vërteta dhe këtë të vërtet nuk e tund dot. As kush e lëre më pastaj një çekiç absurd i një drejtësie ndërkombëtare që në këtë rast ka lënë kokrën e namit kur i themi ne shqip fare. Ai u ndal edhe tek synimi i qartë i vendit për të mbyllur kapitujt me Brukselin deri në 2027. Kam theksuar se hapja e gjithë kapitujve është për ne inkurajim. Kam ripërsëritur domosdoshmërinë që Komisioni dhe Bashkimi Evropian të qëndrojë marrëveshjes për të mbyllur negociatat brenda 2027-s. Shqipëria është në pararojë në këtë proces së bashku me Malin e Zi, ndërsa një lajm i mirë erdhi për Kosovën, së cilës, sipas konfirmimit të presidentes Osmani, do të hiqen të gjitha masat sanksionuese në janar të vitit të ardhshëm. Komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës kanë votuar për të tërhequr nga Asociacioni i Komunave të Kosovës, pasi ata janë rikthyer në pushtet, në drejtimin lokal në këtë zonë, si një vijimësi e udhëzimeve të presidentit Vučić. Komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovica e Veriut, Leposaviqi, Zveçani dhe Zubin Potoku, kanë votuar për të tërhequr nga Asociacioni i Komunave të Kosovës këtë të enjte, pasi duan të jenë pjesë e një asociacioni të veçuar të komunave me shumicë serbe në vend. Ky vendim vjen pasi lista serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës që mbështetet nga Serbia, e riktheu pushtetin në këto 4 komuna pas zgjedhjeve lokale të tetorit. Kryetarët e rinj nga kjo parti kishin paralajmëruar në fillim të dhjetorit se do t'i rishikonin vendimet e marra nga kryetarët e deri atëhershëm shqiptar. Ata paralajmëruan një shqyrtim të hollësishëm të gjendjes së trashëguar juridike dhe financiare, në mënyrë që në periudhën e ardhshme të merren vendime në përputhje me ligjin dhe në interesin më të mirë të qytetarëve. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Milan Radojević, duke arsyetuar kërkesën për të tërhequr nga Asociacioni i Komunave të Kosovës, tha se kjo kurrë nuk ka qenë dëshirë e popullsisë serbe në këtë komunë dhe se bëi fjalë për një vendim politik. Në udhëheqjen e kryetarëve shqiptar këto komuna ju bashkuan Asociacionit të Komunave të Kosovës verën e vitit 2023. Ky asociacion vepron si organizatë jo qeveritare me qëllim të shkëmbimit të përvojave dhe mbrojtjes së interesave të anëtarëve të saj, por presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, i ka dhënë më herët indikacionet për këtë veprim, duke vlerësuar se komunat duhet të ishin pjesë e një asociacioni të komunave me shumicë serbe.
Vetëvendosja e ka hapur fushatën e saj nga Mitrovica e Jugut, edhe pse do duhet themi që simbolika, pra vendi është i kuptueshëm, por nuk është i kuptueshëm inaugurimi i disa punimeve në infrastrukturë që ende nuk kanë përfunduar. Ju ftoj që të njihemi bashkë me materialin e përgatitur nga kolegët e Klan Kosovës. Është dita e inaugurimit të urës, por punët nuk kanë përfunduar. Ura përkëmsor mbi Ibër duhet të jetë gati të mërkurën pasdite, pasi është planifikuar që shiritin ta prej kryeministri në detyrë Albin Kurti. Mysafirin nga Prishtina e priti kryetari i ri i Mitrovicës, Faton Peci, që bashkë me ministrin në detyrë të infrastrukturës, Hysen Durmishin, e pren shiritin e objektit mbi ujë. E gjithë kjo nguti për ta vënë në funksion urën erdhi në ditën kur u hap fushata elektorale. Këtë detaj e vrejtën edhe qytetarët. Është puna e fushatës, po dojmë me progresu njerëzit me fitu vota ma tepër. Madje kanë më dyshje se përurimi ndodhi para kohe, veç për të fituar nga situata. Erdhëm me vërtetu vërtetën. E vërteta nuk është kurse si që ka thona që është sot botë përurimi, po përfundu të gjatë s'ka ndodhë kur. Një Mitrovicas thotë se ura është larg standardeve evropiane dhe në rast të vërshimeve mund të shkaktoj probleme. La përshtypje shumë të keqe, për shembull, kur e pash që ura është shumë nivel tult, është bankina e naltë në anën, domethënë veriore, e kishim bërë shkallët aty, kishim bërë atë për pjesë që është absurde për urë. Ura duhet me qenë në pas brigjet. Disa të tjerë potencojnë se ky është veprim i vonuar. Ma mirë o konë. Me njëherë më marue, ma mirë ku mos më mështetë kjo hiç. Por pati edhe qytetarë që funksionimin e kësaj ure e shohin të nevojshëm. E kohës e veni jonë është du. Në kom kjo ligja dhe ka popullat këne që banojsh. Kurti gjatë përurimit e përsëriti qëndrimin e tij, që ura mbi Ibër duhet të jetë e hapur dhe se nuk ka nevojë për mbikëqyrje nga kfori. Kam kënaqësi të ftoj në këtë komunikim të drejtë për drejtë zotin Vebi Mujku, kandidat për deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ju përshëndes, shumë faleminderit për kohën, mirë se erdhët në Ballkan Update. Përshëndetje. Ju uroj sigurisht suksese në këtë garë. LDK-ja ka hapur fushatën, ka bërë dhe prezantimin e kandidatëve të saj, ndërkohë që kundërshtarët politik, po e quajmë kështu, e kanë hapur fushatën në Mitrovicën e Jugut, atje ku edhe përurohen infrastruktura cilat ende nuk kanë përfunduar. Si po shkon fushata, zoti Mujko? Po ne jemi dëshmitar të kohës, sepse në kohë fushata është kryesisht partitë në pushtet, sidomos partia aktuale që është në pushtet, bën prezantime të tilla, bën përurime të tilla të projekteve të cilat jo vetëm se nuk kanë përfunduar, mirë po nuk e dim as kur do të përfundojnë përfundimisht, dhe aty mirët vetëm një çopës nga projekti dhe ai projekt ju plasohet qytetarëve të Republikës Kosovës, sikur është një projekt madhor që kurse është bërë diçka e madhe. Kjo nuk është hera e parë që po ndodh, ne kemi tash 5 vite projekte të tilla në Kosovë, qoftë ajo ura për rruga për Podejev, rruga për Mitrovica, apo rruga për Gjilan, ku me 10 herë i kanë marrë gërshërët në dorë dhe kanë dalë para publikut, i kanë përru disa segmente të rrugës, mirë po sot e ditë ato rrugë nuk janë të përfunduara asnjëherë. E njëjta po ndodh tash edhe në Mitrovicë, ku ne jemi dëshmitar që kemi vetëm disa qindra metra larg urën tjetër, e cila është e pakalueshme për veturat, është ndërtuar një urë tjetër ku qytetarët e panë edhe vetë se kanë pakënaqësinë e tyre, sepse kjo po bëhet vetëm për kohë fushatës, për kohë të mbledhjeve të disa votave dhe kjo nuk është as pak në rregull. Ka edhe një tjetër skandal, në fakt që unë dua ta cek për shkak të përmasave, kanë qenë kolegët e mi në Kosovë, konkretisht gazetari Liri Mehmeta, i cili ka bërë publik disa fakte të zbardura nga dosja e prokurorisë, ku kishte direktiva politike për zgjedhjen e kryeshefit, drejtuesit të Ibër Lëpensit. Si ka mundësi që të ketë ndërhyrje kaq të thellë politike dhe kaq po themi të pa kamufluar nga vetëvendosja edhe nga Dejona Mihali aty? Ndoshta kjo fjala skandal, është një fjalë
si ta qyjmë ashtu e zakonshme për qeverisjen aktuale të vetëvendosjes, sepse që prej fillimit e deri më tani pothuajse të gjitha pozicionimet, të gjitha bordet, të gjitha emrimet të larta apo të ulta pa marrë parasysh deri në nivelin major kanë kaluar në për filtrat e subjektit politik vetëvendosja, në përzyret e subjektit, aty ku një prej personave që edhe përmendet që nuk ka asnjë pozicion shtetëror, nuk ngon asnjë përgjegjësi institucionale dhe vendos për gjithçka, që është Bejona Mihali në këtë rast, gjendet në WhatsApp, gjendet në komunikime të ndryshme, është personi vendimtar dhe ministrat dhe kryeministri dhe të gjithë personat në vetëvendosje i përkulën këtij personit dhe ai person vendos për gjithçka. Është e vërtetë që është një person që nuk e njeh opinioni kosovar, është një person që nuk i njeh as strukturat në Kosovë, as kushtet profesionist, mirë po e vetmja gjë që ajo e njeh është militantizmi dhe personat të cilët janë në kuadër të vetëvendosjes, dhe ata persona janë të cilët i zonë çdo herë pozita të kyçe në institucione. Pastaj skandalet nuk kanë të ndarur dhe shumë ministra, shumë persona kemi tani me aktakuza, të cilët edhe nuk i përgjigjen në shumicën e rasteve prokurorëve dhe gjyqtarëve, dhe kjo vazhdon të jetë një dukuri aq e shëmtuar, po aq brengose sa që kjo po ndikon drejt për drejt të gjithë ne si qytetarë të Republikës së Kosovës dhe tek rinia jo e cila është e dëshpëruar me këtë qeverisje. Zoti Mujko, dua t'ju jap hapësirë edhe për prezantimin tuaj si kandidat. Ju në fakt jeni mik i Ballkan Update, shpeshherë keni komunikuar me ne edhe në rolin tuaj, njohës shumë i mirë politikave sociale në Kosovë. Besoj ky është thelbi edhe i propozimit tuaj përpara votuesve apo jo? Po pikërisht, për shkak se tash 25 vite jam ndër persona të kyç në fushën e politikave sociale, në zhvillim të legislacionit, trajnimet, edhe si drejtori i Qendrës për Punë Sociale për 10 vite i dëshmuar në kryeqytet në Prishtinë, dhe shqetësimi më i madh ka qenë që kam reaguar me 10 herë me argumente të ndryshme, qoftë publikisht, qoftë në konferenca, qoftë në media, qeverisja aktuale vetëvendosjes, momentin që ka ardhur në pushtet në vitin 2021, e ka shpërbërë Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe i ka ndarë përgjegjësitë në 2 ministri absolut që nuk kanë lidhje me politikat sociale dhe me mbrojtjen e fëmijëve. Pra një pjesë e ka bërë tek Ministria e Punës, Financave dhe Transfereve dhe një pjesë tjetër te Ministria e Drejtësisë. Dhe për 5 vite pothuajse të gjitha shërbimet sociale në Kosovë që ofronin parë vetëm si pagesa. Gjithçka që ka ndodhur në këto 5 vite ka qenë pagesë dhe jo shërbim. Qytetarët e Kosovës ka nevojë për pagesa, ka nevojë për financa, ka nevojë për përkrahje ekonomike, ndërkohë qytetarët kanë shumë më tepër nevojë për shërbime sociale profesionale. Asnjë gjë nuk është zhvilluar deri më tani në Kosovë, i cili vjen të theksohet se ka qenë një gjë i mirë ose ka bërë një reformë. Për më keq kjo qeverisje ka marrë dhe fonde të shumta, ka abuzuar me ato fonde sepse e ka vendosur Kosovën në kredi, diku për 47 milion euro prej Bankës Botërore për reformimin e skemave sociale dhe tash e 3 vite projekti drejt fundit, mjetet që shpenzuar në forma të ndryshme dhe nuk ka asnjë reformë në skemat sociale. Gjithçka në Kosovë është duke kaluar përmes vendimeve. Pra, mbledhen një grosnjër, 2-3 persona brenda qeverisë, edhe vendosin, do t'i dalë kaq persona kaq mjete për student, kaq mjete për gjehona, kaq mjete për pushimin e lehonisë, pra ose për shtesat të fëmijëve. Ne jemi dëshmitar që edhe tek shtesat e fëmijëve është duke u shpenzuar një shumë e madhe mjeteve, pra janë duke shpenzuar mjete vetëm me vendime të cilat mund të shumë shpejt të tërhiqen, sepse janë vetëm vendime dhe nuk ka bazë ligjore. Ne si Lidhja Demokratike e Kosovës jemi të interesuar se gjitha këto të përligjen, pra të kemi legjislacion aktual edhe të kemi legjislacion adekuat i cili rregullon këtë çështje. Po, se të janë lëvizje që vinë përgjithsisht përpara fushatës, i ka tipike zoti Kurti. Zoti Mujko, ju falenderoj shumë për kohën, ju uroj shumë suksese në fushatën tuaj. Faleminderit shumë dhe uroj më të mirën për Lidhjen Demokratike dhe për Kosovën. Ju përshëndes. Së fundmi, juftoj që të njemi me një material ku kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban, duket se i ofron një shpatull të ngrohtë Aleksandar Vučić pas dështimeve të tij me Brukselin. Sjellja e Bashkimit Evropian ndaj Serbisë është e turpshme.
Kështu e cilësoi kryeministri hungarez Viktor Orban qëndrimin e Brukselit ndaj Beogradit në samiti i Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor, ku Serbia bojkotoi pjesëmarrjen. Serbia is the key country. Pra, pa Serbi nuk mund të bëjmë asgjë, dhe ajo që po ndodh këtu, dua të them, trajtimi dhe sjellja ndaj Serbisë është e turpshme. Pra, është plotësisht e padrejtë. Po sillemi në një mënyrë të papranueshme. Serbia përbën më shumë se 1/3 e popullsisë së Ballkanit, rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ekonomia e Ballkanit Perëndimor është të paktën gjysma serbe. Eksportet e këtij rajoni janë ndoshta 2/3 serbe. Pra, pa Serbinë është e pamundur të bëhet diçka në Ballkanin Perëndimor. Sipas Orban, Serbia është një rezervë ekonomike ari për Bashkimin Evropian dhe një vend kyç për mbrojtjen e Europës nga emigracioni i paligjshëm. Edhe kryeministri slovak Robert Fico qëndroi në krah Serbisë duke cilësuar sjelljen e Unionit si akt që nuk ka të bëjë fare me logjikën e shëndosh, dhe sa ajo po ndëshkohet për pikpamjet e saj sovrane. Prandaj theksoi ai, Bashkimi Evropian duhet së pari ta pranojë Serbinë për gjetur zgjidhje për vështirësitë dhe pastaj të ecë përpara me vendet e tjera dhe jo anasjelltas. Sipas Brukselit, Serbia duhet punojë shumë në fusha si korrupsioni, të drejtat e njerëzit, liria e medias apo njësimi i politikave të jashtme me ato të Bashkimit Evropian, por sipas Vučić, asgjë nuk do të ndryshojë nga qëndrimi sovran, edhe pse kjo mund të mos i pëlqejë Unionit, Washingtonit apo Moskës. Jemi në fund të Ballkan Update. Ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abc.news.al, ku mund të njihni me lajmet më të fundit, po mund të na ndiqni edhe përmes valve të radios në 105 FM. Vetëm pas pak vjen kolegu Nertan Prifti me Sport Center. Faleminderit për vëmendjen.